Viti 2006, Trump telefonoi policinë dhe denoncoi pedofilin Epstein. Prova të reja dalin mbi rolin e Trump në rastin Epstein. Forbes zbulon se në vitin 2006 Trump njoftoi policinë e Palm Beach për veprimet e financuesit dhe e përshkroi partneren e tij Ghislaine Maxwell si satanike. Ja pra që të dhënat të reja mbi marrëdhënien mes presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump dhe kriminalit të dënuar seksual Jeffrey Epstein dalin në dritë. Sipas raportit, i cili citon dëshmi dhe arkiva nga koha, Trump duket se luajti një rol aktiv në denoncimin e veprimeve të Epstein tek autoritetet, që në vitin 2006, shumë kohë para se skandali të merrte për masa globale që ka marrë sot. Ghislaine Maxwell në një video dokumentar nga brenda burgut vërteton këto që themi. Këto fakte bien ndesh me narrativën që donte që Trump të mbante marrëdhënie miqësore me Epstein deri në fund dhe hedh dritë mbi arsyet e vërteta të përçarjes mes dy burrave. Forbes raporton se në vitin 2006, Donald Trump kontaktoi personalisht departamentin e policisë së Palm Beach në Florida. Arsyeja e telefonatës ishte për të shprehur shqetësimin e tij në lidhje me sjelljen e Jeffrey Epstein, veçanërisht në lidhje me praninë e vajzave të reja në rezidencën e tij. Sipas burimeve të njohura me incidentin, Trump i tha policisë se kishte parë gjëra që e shqetësonin dhe i nxiti ata të hetonin se çfarë po ndodhte pas dyerve të mbyllura të rezidencës së Epstein. Ky veprim konsiderohet i pazakont për një biznesmen të nivelit të Trump, i cili zakonisht shmangte përfshirje në punët e palëve të treta, dhe tregon se marrëdhënia e tyre ishte prishur tashmë në mënyrë të pakthyeshme. Ghislaine Maxwell është satanike, mësohet të ketë thënë Trump. Me interes të veçantë është karakterizimi që Trump ka bërë për Ghislaine Maxwell, partneren dhe bashkëpunëtoren e Epstein. Gjatë komunikimit të tij me autoritetet, si dhe në bisedat me bashkëpunëtorët e tij në atë kohë, Trump raportohet se e ka quajtur atë satanik dhe një lajm të keq për Amerikën. Trump raportohet se ka qenë në dieni të rolit të Maxwell në rekrutimin e vajzave dhe e ka konsideruar atë si ndoshta edhe më të rrezikshme se vetë Epstein. Kjo dëshmi përforcon pikpamjen se Maxwell nuk ishte vetëm një vëzhgues, por truri pas rrjetit të shfrytëzimit. Raporti gjithashtu konfirmon raportet se Trump e kishte ndaluar Epstein nga klubi i tij privat Mar-a-Lago, shumë kohë para dënimit të parë të financierit në vitin 2008. Arsyeja e ndalimit thuhet se ishte një incident ngacmimi. Epstein u akuzua për ngacmimin seksual të vajzës së mitur të një antari të klubit në pishinën Mar-a-Lago. Pasi u informua për incidentin, ai urdhëroi që Epstein të nxirrej jashtë dhe të ndalohej të hynte sërish në ambientet e Mar-a-Lago. Trump ishte i vetmi që e nxori jashtë kur zbuloi se çfarë po bënte. Të tjerët vazhduan të festonin me të, tha një burim për Forbes, duke ju referuar qëndrimit të figurave të tjera të fuqishme në atë kohë. Përveç kësaj, raporti kujton se Trump ishte i vetmi nga rrethi i të njohurve të Epstein që pranoi të fliste vullnetarisht me avokatët e viktimave dhe autoritetet gjatë hetimit të parë. Avokati i viktimave, Brad Edwards, ka deklaruar në të kaluarën se Trump ishte shumë i dobishëm dhe ofroi informacione që ndihmuan çështjen, ndryshe nga miqtë e tjerë të famshëm të Epstein, të cilët refuzuan të bashkëpunonin ose u përpoqën të mbulonin gjurmët e tyre. Ky zbulim vjen në një kohë kur çështja Epstein është rikthyer në lajm për shkak të publikimit të dosjeve të tij. Kundërshtarët politik të Trump shpesh janë përpjekur ta lidhin atë me skandalin për shkak të fotove dhe kontakteve të vjetra sociale. Megjithatë, raporti i Forbes argumenton se realiteti është më kompleks. Ndërsa Trump dhe Epstein shoqëroheshin në vitet 1990, marrëdhënia e tyre përfundoi papritur dhe përgjithmonë në mesin e viteve 2000, pikërisht për shkak të sjelljes së Epstein ndaj grave dhe vajzave të mitura. Vendimi i Trump për të njoftuar policinë në vitin 2006, megjithse nuk çoi menjëherë në një arrestim në atë kohë, pasi autoritetet kishin nevojë për më shumë prova, tani është regjistruar si një nga akuzat e para serioze nga një person në rrethin e ngushtë shoqëror të financierit. Ky është realiteti i marrëdhënieve të presidentit me demonin Epstein. Vlen të nënvizojmë që gjatë legjislaturës së parë presidenciale të Trumpit, Epstein u akuzua, u gjykua dhe u burgos. Mast Channel. Please subscribe.